Dhe në përgjithësi të ndërlozëm, përmendja e Allahut Azza wa Jall është me vlerë të madhe vetëm këtë botë. Mirë po, shumë lehtësime ditën e gjykimit i asqill robët përmendja e Allahut. Në gjënë këtë hadith që me të dua dhe ta përfundoj këtë temë për sot, që ka të bëjë me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur se e dini, ka pas mrekulli shumë të që Allah ja ka dhonë, mrekulli, gjëra të jashtëzakonshme, për t'i bin njerëzit se është i dërguari i Allahut. Një nga mrekullit më madhore pas Kur'anit, që Kur'ani është mrekullia më e madhe, nuk i është dhënë dikujt mrekulli, asnjë pejgamberi mrekulli më e madhe se mrekullia e Kur'anit. Kur'ani është mrekulli nga çdo aspekt. Por mrekullia e dytë pas Kur'anit, që i është dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është mrekullia e Isras dhe Mirajit. Ai udhëtimi i famshëm dhe i njohur i udhëtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam brenda natës në qiejt e shumët dhe udhëtimi i tij në me të vërtetë jashtë tokës. Në atë kohë ka qenë e pakuptueshme. Sot njerëzit po ndërtojnë një pajisje dhe po dalin. A nuk ka mundësi Allah pejgamberin e tij me tërhiq e me udhë? Ka mundësi me shetit, ka donë shetit. Andaj e ka shetit në përqet që i ka kryu Allahu xhallahu ala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë udhim të ndërlozur, në çdo qiell që ka kaluar është taku me një pejgamber. Në qiellin e parë e ka taku një pejgamber, edhe ka bëu mohabet me të dytin, kështu me radhë, derisa ka arrit në qiellin e 7. Shikoni, kjo është me të vërtetë shumë domethënëse dhe me porosi të madhe. Kë e ka takuar në qiellin e 7 Ibrahimin alayhis salam. Në qiellin e 7, atje mas nalti, pejgamberin më të madh, mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ibrahimin alayhis salam e ka takuar. Ibrahim alayhis salam, çfarë i ka thënë Muhamedit alayhis salam? Se ka dy burrat më të mëdhenj në historitë e njerëzimit po takohen. Sot mu taku për shembull dy njerëz të mëdhenj, dy fuqi të mëdha mu taku, njerëz intereson e çka bënë në mohabet, e çfarë vendimi kanë marrë, intereson njerëz. Se njerëz të mëdhenj kur takohen, gjithë tjetër intereson se çka u bë mohabet, çfarë vendimi kanë marrë, se ju intereson. Ndërsa a dim na çfarë vendime kanë marrë këta dy pejgamber të mëdhenj të Allahut kur kanë bë mohabet mes vete? Çka i tha Ibrahim alayhis salam Muhamedit alayhis salam? Çka i tha? Shiko, këta janë dy njerëz më të mëdhenj. Nuk ka në historitë njerëzimit njerëz më të mëdhenj se Ibrahim alayhis salam se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është bindja jonë, mësimet tona kështu na thojnë. Njerëz më të afërt Allahut dhe njerëz më të mirë që kanë shkel në fytyrën e tokës dhe krijesat më të mira në të gjithë universin që Allah e ka kriju janë Ibrahim alayhis salam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këta janë taku në këtë natë. Edhe Ibrahim alayhis salam i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë i bën selam umetit tënë. Të gjithë ju ka bërë selam Ibrahim alayhis salam. Përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë bëni selam umetit edhe çaja këtë porosi pe meje. Që ka pej 7 qiejve atje, pej xheneteve atje, po e porosit umetin me këtë selam. Ka thonë thuju se xheneti e ka tokën shumë të mirë, edhe ujt e ka shumë të mirë dhe të shishëm. Thot, po fushat i ka të pambjellura. Subhanallah. Fushat i ka të pambjellura. Wa ghirasuha, edhe mbjellja e këtyre fushave në xhenet është subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. A e në sira këtë fjallë mi thonë? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sa thush ti e mjellë fushën tonë në xhenet. Andaj shiko dhikr Allahut sa është i lehtë, a sa shumë sjell. Sa shumë sjell. Me një lëvizje të gjuhës dhe me një komunikim mes gjuhës dhe zemrës, me di çka po thu, me kuptimin e saj, sa shumë mundesh me arrit. Andaj me përmend të Allahut e rëndon peshorën, me përmendjen e Allahu xhalla xhelaluhu i lehtëson vetes problemet këtë dunja, me përmendjen e Allahu xhalla xhelaluhu i rëndon ibadetet. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e kanë pyet
Cili është ibadeti më i mirë? Adhurimi më i mirë i dërguar Allahut cili është? Ka thonë çajin ai në të cilin më shumë të përmend Allahu. Ai ibadet që më shumë të Allahu përmendet çaj më i mirë. Andaj ai që jap fuqi adhurimeve është përmendja e Allahut. Dhe ai që e mbjell xhenetin ton, e zbukuron xhenetin ton, e lehtëson arritjen tonë në xhenet është përmendja e Allahut xhallahu ala. Prandaj ajo që e rëndon peshorën është përmendja e Allahut te barekuta.